në cilin vend është që noterët emërojnë antarët e gjykatës lartë dhe madje kontrollojnë dhe propozojnë shkarkimin e tyre. Pra përfaqësuesi noterëve kanë fjalën. Përfaqësuesi nuk ka kërkum. Ose ky i shoqërisë civile që Ç'është kjo e shoqërisë civile? Unë uroj të paktën të jetë nga shoqëria mjaft, po nejse. Ajo, shoqëria civile në Shqipëri ka treguar në një vend vogël si Shqipëria ka treguar që është trampolin për dyrin politik. Po kjo është një debat tjetër. E qartë. Unë nisem nga një problematik tjetër që ka këtu. Për këta të pestë, kushtetuta, drafti, parashikon procedurën se si do të emërohen. Ndërsa për 6 gjyqtarëve thuhet, do të miratohet një ligj i veçantë nga Parlamenti për mënyrën se si do emërohen. Kjo nuk shkon. Pa atë ligj ti e bën me 71. Çdo majorancë që vjen ndryshon atë ligj. Ndryshohet ligji prapë. Ndryshohet ligji prapë. Tjetër, kryetari i Këshillit Lartëgjyqësor do zgjidhet nga 5 që e përjashton direkt kushtetuta e 6, s'mund zgjedh kryetarin. Po më e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, më ku është një drejtë universale. Pra, kjo nuk i shpëton dot interesave politike. Atëherë, kontrata këtu pas ka bërë punën e vet me grupin e ekspertëve. Pa folur pak a shumë tash çdo institucion, prandaj një nga 8 institucione ka probleme të tilla, Atëherë, pikërisht për këtu qëndron ajo që thash më parë, duhet oponenca. Oponencë zyrtare flasën. Dhe ku çalon kjo reformë? Sepse nuk u hap debati i madh juridik. Të hapeshin tryeza, të hapeshin debate publike. Vetë komisioni i ekspertëve, komisioni i reformës të lejonte kamerat. 2 orë, 6 orë. Unë bas televizioni huaj do shkon të filmonte 6 orë, po ku ka më mirë? Pa paguar asgjë, kamerat, nuk ka sekrete shtetërore, debate juridike po bën. Dhe juristët do ishin të interesuar. Do shkruheshin artikuj, do dilin intervista, do bëheshin debate shumë të mëdha. Ky debat i madh do ta mundte politikën. Nuk do guzonte politika dilte, se është debat profesional ky. Nuk mund t'i dalësh profesionistit përballë. Ashtu është. Dhe gjithë kjo reformë pastaj degeneroi në debat politik.